Shkues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në kallëzo për një me. Auditoria Gjenerale Vlora Spanca është në vitin e 4 të mandatit të saj. Gjatë kësaj kohe, Auditori Gjeneral ka publiku qindra raporte të auditimit ku janë konstatu shkelje dhe abuzime me buxhetin. Por dhënat që vijnë nga prokuroria tregojnë që deri në maj të vitit 2024, vetëm 3 akta akuza u ngretën nga prokuroria. Zonja Spanca, fillimisht mirë se vini në debat për një me, po du me nisë me faktin prej raporteve të auditimit cilat i ka bo zyra kombëtare auditimit, cila prej ministrive e ka performancën më të keqe në menaxhim? Fillimisht faleminderit shumë për ftesën, në fakt e fillu në aspektin pozitiv, nëse fillojmë nga ministrit, tash ne e kryjmë auditimin në baza vjetore të gjitha ministrive, të gjitha komunave, agjensive të pavarura dhe normale dhe e shohim edhe performancën në aspektin e menaxhimit të financave publike dhe në aspektin e raportimit financiar. Nëse e marrim do të thotë me i krahasu ndër vite, do të thotë një performancë të qëndrueshme sa i përket menaxhimit të financave publike, unë mund nxjerrim pa është Ministria e Drejtësisë e cila ka pasur opinionin e pastër, do të thotë me vite të tëra, krahasuar me ministritë e tjera. Mirë po gjithmonë duhet me pas parasysh, duhet ta kemi parasysh edhe kompleksitetin apo veprimtarinë që ka ministria. Ministria e Drejtësisë, a për shkak që nuk ka tendera, apo qeverisi ma mirë, çka është? Në fakt edhe Ministria e Drejtësisë do të thotë ka të gjitha linjat buxhetore dhe të gjitha kategoritë, po ka investime kapitale, do të thotë pagesa e punonjësve. Megjithatë, tash unë nuk mund të them pse është dallimi në mes të Ministrisë dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe ministrive të tjera, megjithatë rezultatet e auditimit e tregojnë që Ministria e Drejtësisë ka vendosur një sistem të duhur të kontrollit të brendshëm, e cila i ka parandaluar rreziqet sa i përket do të thotë menaxhimit jo të mirë të financave publike, si dhe ka siguruar cilësi të mirë të raportimit financiar. Normal dhe Ministria e Drejtësisë do të thotë edhe në raportin e auditimit ka gjetje, ka rekomandime për ministrinë, por me çpo e kërkoni do të thotë një krahasim me ministritë e tjera, nga ajo se çka do të thotë unë tash mund ta them, për shkak se ky është auditim, po më për atë çka po e flas unë, i takon auditimit të vitit 2023 dhe auditimeve të mëhershme. Ne kemi përmbyllur sezonin audituese në gusht të vitit 2024 dhe tani më veç kemi filluar me auditimet e reja, që nuk mund të paragjykojnë nëse do të thotë ky trend i menaxhimit te kjo ministri do të vazhdoj, po mirë po duke e marrë parasysh do të thotë me vite të tëra, mund të nxjerrë në pa Ministrinë e Drejtësisë. Po përmend Ministrinë e Drejtësisë me një pasqyrë të pastër, po prej vitit 2021 kur ju jeni në krye të ZKA-s deri më tani, ka ndonjë ministri që ka pas vazhdimisht performancë të dobët? E more një shembull të mirë? Unë e mora një shembull të mirë, tash nuk mund të them performancë të dobët, mund të them që sfidat më së shumti në menaxhimin e financave publike, ndoshta edhe për shkak të kompleksitetit të veprimtarisë që e kanë ministritë, siç është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është pastaj Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë, është Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, për shkak se bartin edhe një buxhet, po më që është një buxhet shumë më i lartë se Ministria e Drejtësisë dhe kanë para vetës do të thotë aktivitete që janë të ndërlidhura me investimet kapitale. Dhe në bazë të asaj që ne kemi nxjerrë në pa dhe kemi vrej, do të thotë investimet kapitale në përgjithësi, projektet kapitale do të thotë kanë mangësi të shumta qysh në fazën e planifikimit. Dhe pastaj këto çka ka mangësi auditore në Ministrinë e Infrastrukturës për shembull? Jo, tani nëse më pyesni mua individualisht do të thotë për secilën ministri, janë 126 raporte të auditimit që ne publikojmë në vet. Dhe 126 raporte të auditimit do të thotë janë 870 gjetje audituese. Dhe unë nuk mund të bëj tash do të nxjerrë në pa gjetjet individuale për secilën ministri, mund të flas do të thotë në përgjithësi,
megjithatë për dukurit në fakt, dukurit cilat e karakterizojnë administratën publike sa i përket menaxhimit të financave publike. Nëse nuk mundeni me folë për gjetjet cilat i ka bo zyra kombëtare auditimit, a mundeni me na tregu sa raste i ka dërgu ZK në prokurori sa ministra? Jo, në fakt, sa i përket gjetjeve, po më në përgjithësi, ne i dim ato dukuri, do të ku janë mangësit thelbësore në sistemin e menaxhimit të financave publike dhe cilat kanë mundësi do të mos menaxhohen mirë, është kryesisht fusha e investimeve kapitale dhe ajo e madhra të shërbimeve dhe gjithmonë do të aty ku përdoren edhe procedurat e prokurimit publik. Dikun prej 870 generale, a janë sistematike apo individuale? Jo, këto janë edhe sistematike edhe individuale. Ajo çka e karakterizon është se në vazhdimsi të njëjtat mangësi do të përsëriten nga viti në vit. Dhe kjo është më shqetësuese, ku flasim për gjetje 870 gjetje audituese, janë dikon 113 që i takojnë vetëm investimeve kapitale. Dhe dukuria të cilën e ka karakterizu në vitin 2023 është posaçërisht çështja e financimit të projekteve kapitale, ku ne kemi vrejtur që posaçërisht niveli lokal ka hyrë në obligime kontraktuale, ka nënshkruar kontrata pa i zotuar do të pa pasur fondet e mjaftueshme në dispozicion. Siç e kemi cekur edhe më herët, ka qenë komuna e Malishevës. Kemi me fol, e kemi temë të veçantë çështjen e nivelit lokal, po më intereson me ditë, çka duhet me ndodh apo me bo, qoftë edhe ZK, për me i tregu Ministrisë infrastrukturës qysh me menaxhu një kontratë caktuar, sepse që 25 vjet nuk din me menaxhu një kontratë. Trukve fjala. Tash, ne ajo mandatin të cilin e kemi dhe mënyrën se si i qasim dhe si e kryejmë punën tonë dhe në fund ajo se çka rezulton një rekomandimet e auditimit, të cilat gjithmonë rrjedhin nga gjetjet audituese, të cilat janë të bazuara në dëshmi audituese. Dhe në rastet kur organizatat buxhetore kanë marrë për bazë do të rekomandimet tona të auditimit, ne kemi vrejtur përmirësim në aspektin e menaxhimit financave publike. Unë nuk po flas për Ministrinë e Infrastrukturës, mund ta sjellni në vëmendjen tuaj Telekomin, ndërmarrjen publike Telekom, është një kohë e gjatë që ne kryejmë auditimin e rregullt të pasqyrave vjetore financiare të Telekomit dhe më kujtohet shumë më herët do thotë në vitin 2020-2021 ndërmarrja publike Telekom ka pasur opinion të kundërt, që do të thotë që pasqyrat financiare të ndërmarrjes publike Telekom nuk kanë prezantuar gjendjen e drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, do thotë ka pasur keq deklarime materiale. Për më shumë, ndërmarrja ka operuar në atë kohë edhe me humbje, dikon 10 milion euro ka qenë humbja në vetë, përderisa ajo e akumuluar ka qenë deri në 76 milion euro. Përderisa në vitin 2023, ndërmarrja publike Telekom ka marrë opinion të pastër, do të thotë opinion të pa modifikuar që do thot pasqyrat financiare të ndërmarrjes publike Telekom prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, përveç kësaj ndërmarrja publike në vitin 2023 Telekomi ka operuar me fitim. Normal këto janë rekomandimet e tona konkrete që i kemi dhënë, mirë po në anën tjetër duhet të ekzistojë edhe angazhimi dhe vullneti i palës audituese për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. Po a keni ide ose a keni një përgjigje, sepse po mi një pak pyetjes, çka duhet me bo Ministria e Infrastrukturës me menaxhu një kontratë rrugës, me ditë me menaxhu një kontratë rrugës, sepse çdo vit kemi probleme. Tash kur jemi tek Ministria e Infrastrukturës në vitin 2021 me kërkesë të kuvendet, në fakt ka qenë në vitin 2022 ose 2023 që ne kemi publikuar raportin e auditimit, po fush veprimi ka qenë për kontratat me negocim pa publikim të Ministrisë së Infrastrukturës për vitin 2021. Ku subjekti auditimit kanë qenë ndërtimi do të thotë infrastruktura publike, investimi në rrugë. Dhe ne në atë raport të auditimit kemi nxjerrë në pa mangësi do të thotë
qysh në fazën e planifikimit, në mënyrën se si është bërë planifikimi, si kam filluar rrugët, do të ndërtimi i rrugëve është nënshkruar kontrata pa projekt ekzekutiv, pa studim të fizibilitetit dhe pastaj si rezultat... Flasim për mandatin e qeverisë Kurti, apo jo? Ka pasur edhe aneks kontrata të lidhura edhe në qeverin tash, ne si auditus nuk i referohemi qeveria Kurti apo qeveria po në Hoti apo kush do tjetër, mirë po ne interpretojmë vite. Mirë po edhe në atë kohë ka pasur kontrata që janë lidhur, do të thotë aneks kontrata do të thotë nga Ministria e Infrastrukturës në vitin 2021 dhe kanë qenë subjekti auditimit. Dhe në atë auditim ne kemi dhënë rekomandimet tona, do të thotë për ta përmirësu mënyrën e menaxhimit të projekteve kapitale marrë parasysh buxhetin e lartë që i besohet Ministrisë së Infrastrukturës. Prej vitit 2021, auditore, është auditu më Ministria e Infrastrukturës? Ministria e Infrastrukturës auditohet në baza vjetore. Në baza vjetore, mirë po, auditimin për cilin unë po e flas, për auditimin për cilin po flas për auditimin e performancës, i cili ka qenë me kërkesë nga Komisioni për mbikëqyrjet financave publike. Zakonisht auditimin e performancës do të kryhen një herë dhe pastaj 2 apo 3 vite më pas vlerësohet zbatimi i rekomandimeve të auditimit, mirë po auditimi i rregullt vjetor i ministrive normal se raporti kryhet në baza vjetore dhe i njëjti publikohet. A keni pas auditim të kontratave të njëjta sikurse ato të vitit 2021, të cilat po i përmend? Të performancës. Tash auditimi si auditim nuk është se jep siguri absolute, jep siguri të arsyeshme dhe siguria e arsyeshme do të thotë arrihet përmes disa procedurave në bazë të standardeve ndërkombëtare për Institucionin Supreme të Auditimit dhe përmes testeve do të thotë që kryhen të transaksioneve, mostrat që përzgjidhen. Do të thotë në bazë të mostrave. Mirë po, unë mund të them kështu që sa i përket procedurave me negocim apo aneks kontratave, ato janë subjekti i auditimit në bazë të mostrave të cilat i përcaktohen me planin auditues dhe normal që në rast se ka gjetje, tash unë po e them, unë e di po që raporti për Ministrinë e Infrastrukturës ka gjetje sa i përket menaxhimit të investimeve kapitale, mirë po tash janë 870 gjetje audituese dhe nuk mund ta di specifikisht në Ministrinë e Infrastrukturës cili ka qenë problemi. Po a ka pas për shembull kontrata përveç atyre të vitit 2021 në Ministrinë e Infrastrukturës për punë shtesë dhe kontrata me negocim? Kjo është në auditimet të tjera të cilat i keni bërë. Edhe në auditimet e tjera dhe tek Ministria e Infrastrukturës do të thotë vazhdimisht pothuajse në të gjitha projektet kapitale shfrytëzohet 8%. Dhe 8% lidhet përmes një aneks kontrate, e cila është një kontratë drejt për drejt me operatorin ekonomik i cili e ka pasur kontratën bazë. Do thotë pothuajse në të gjitha rastet, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin lokal, shfrytëzohet 10% do të thotë në si lloj aneks kontrate. Megjithatë, aneks kontrata është para pa apo 10% është para pa për punt apo mallrat, shërbime të cilat nuk kanë qenë të planifikuara në fillim apo të cilat do të thotë kanë dalë si rezultat. E çka na tregon nëse shfrytëzohet gjithmonë 10%? Kjo çka tregon, e para tregon që planifikimi do të thotë për një projekt kapital, qysh në start nuk ka qenë i duhuri. Do të thotë nuk ka qenë i sakt, nuk ka qenë në përputhje me nevojat cilat i ka pasur Ministria qoftë për ndërtimin e rrugës apo qoftë për ndërtimin e një shkolle, një objekti sportiv. Dhe pastaj gjithmonë në secilin do të thotë kontratë del që ka nevojë do të thotë edhe punë shtesë. Pse bëhet kjo? Auditore? Unë po e them, në aspektin e auditimit, në aspektin ajo që kemi vrejt, do të thotë mangësit arsyeja pse çan deri tek 10%, shfrytëzimi i 10% është si pasojë e mos planifikimit të duhur në start. Do të thotë në fillim. Me ditë a është e qëllimshme, a mundet me qenë e qëllimshme kjo? Sepse po flasim për gjetje të cilat nuk është që haset rroll kjo. Jo, ashtu është. Kjo është një dukuri.
dukuri që me një farë mënyre e marrin si të kryer, se cila organizat buxhetore mundësin për ta shfrytzuar edhe 10%. Edhe? A bjan që ke pazar? Kjo në fakt nuk është tash ligji e ka leju, mirë po e ka lejuar në rastet e paparashikuara, do të thotë në rastet kur organizata buxhetore nuk ka arrit ta planifikoj apo ka dalur në rast të gërmimit të dheut apo çka do tjetër të tokës, atëherë del që në rast se ka dalë diçka e papritur që duhet bëhet një punë shtesë. Po nëse gjatë gjithë kohës nuk arrihet me u menaxhu, planifiku, ku me lyp llogari në fund na? Në fund, ne japim rekomandim të auditimit, tash rekomandimi mund të konsiderohet... Sepse çmimet paguhen pak më shtrejt në 10%. Rekomandimet në fakt nuk janë obligative në aspektin ligjor, megjithatë janë obligative për secilin zyrtar publik që ta kryej punën me përgjegjësi dhe profesionalizëm. Dhe është obligative për secilin zyrtar publik që të marrë parasysh rekomandimet të cilat ne i japim. Megjithatë, mekanizmat cilat janë në institucional, ka mekanizma, sepse secili zyrtar publik i nënshtrohet vlerësimit të performancës dhe secili zyrtar në rast të performancës së dobët apo shkeljeve ligjore të një pasnjëshme, ekzistojnë mekanizma pastaj brenda institucionit do të përhapat e më të tjeshëm të cilat nuk shfrytëzohen. Në anën tjetër, ne si zyre kombëtare auditimit për të forcuar sondimin e ligjit, dërgojmë në baza vjetore, do të thotë çdo vit, raste me elemente potenciale të veprës penale tek prokurori i shtetit. A keni ndonjë statistikë të paktën të 2 viteve të fundit sa raste i keni dërguar? Ne kemi nënshkruar një marrëveshje të bashkëpunimit me prokurorin e shtetit me qëllim që të marrim informata kthyese se çka ka ndodhur me rastet cilat i kemi dërguar. Dhe në bazë të një raporti që kemi pranuar në mars të vitit të kaluar, ka rezultuar që nga 143 raste të cilat ata i kanë marrë në shqyrtim, ne në fakt kemi dërguar 380 raste qysh nga viti 2018, por që informata kthyese tek ne është dhënë vetëm për 143 raste dhe ashtu siç e theksuat edhe ju në fillim të këtij emisioni, vetëm për 3 raste janë ngrit akt akuzat. 80 janë në nënhetime dhe 50 raste i kanë mbyllur. A ka ndonë arsye tim për mbylljen e këtyre rasteve? Në disa raste ne pranojmë edhe raportin do të thotë nga hetuesia për mbylljen e rastit. Ne vitin e kaluar në dhjetor të vitit 2024 kemi mbajtur një punëtori së bashku me prokurorët e shtetit për të diskutuar do të thotë këto shqetësimet e tona dhe me një farë mënyre për t'i ndihmu prokurorit të shtetit që t'i kuptoj më mirë gjetjet audituese dhe në rast do të thotë të nevojës shohim nëse ka nevojë t'i ofrojmë edhe informata shtesë. Dhe kemi vërejtë se kemi dallime në kuptimin se çka është do të thotë vepër penale apo për neve disa raste janë shumë bardhëzeta them kështu troç, të cilat pse s'po bëni ankesë në për shkak se ne e dërgojmë vetëm si informacion. Ne nuk bëjmë kallëzime penale. Ne e dërgojmë si informacion sepse jemi të obliguar, do të thotë sikur cili do qytetar apo institucion publik kur do që vren, do të thotë shkelje apo çështje shpenzime të cilat janë kryer, do të thotë jo në përputhje me ligjin dhe që kanë elemente potenciale të mashtrimit që ne nuk jemi hetues. Pa, mundet për shembull në rast se prokurori e hedh kallëzimin penal, a mundet avokatura shtetërore me bë ankesë për atë rast? Në fakt nuk është që e kemi përdorur një avokaturën shtetërore për shkak se zyra kombëtare e auditimit është një institucion i pavarur dhe komunikimi ynë ka qenë i drejt për drejt me prokurorin. Dhe kjo është do të thotë vetëm sa për t'ia lehtësuar punën prokurorit të shtetit, megjithatë të gjitha raportet tona janë publike, janë të qasshme për secilin dhe secili prokuror mund t'i qaset dhe mund ta merr edhe raportin për shkak se ne e bëjmë publik, mbajmë konferenca për media. Po veç në fund i kemi vetëm 3 akt akuza prej qindra rasteve të cilat i keni dorëzu. Tash nëse më pyesni mua nuk jam e kënaqur, do të thotë sepse diçka nuk është në rregull, ose ne nuk jemi do të thotë si zyre kombëtare auditimit gjetjet cilat ne po i dërgojmë
nuk janë çështje të cilat kanë elemente potenciale ose hetuesi nuk po e kryjnë punën si duhet. Megjithatë, ajo se çka kemi vrejt, do të thotë kemi vrejt se nuk është bërë punë e mjaftueshme për t'i hetu rastet. Dhe shpesh rastet janë mbyll vetëm me disa deklarime apo intervista që i kanë marrë nga dëshmitar që ata kanë vlerësuar. A po thoni që puna nuk është kryer në prokurori apo në polici? Tash unë nuk mund ta them për shkak se ne nuk e auditojmë, do të thotë atë proces nuk e kemi audituar, unë mund po e flas për atë. Po në fund raportin e lexoni. Raporti është një raport do të thotë me statistika për raste të caktuara, mirë po që nuk i adreson do të thotë shkaqet apo arsyet për secilin rast pse është mbyll rasti. Po që ne kemi pranuar edhe raporte do të thotë prej prokurorive themelore për mbylljen e disa rasteve dhe aty e kemi vrejë do të thotë mënyrën se si po i trajtojnë. Ne kemi planifikuar do të thotë që të mbajmë punëtori të tilla, takime të tilla me prokurorit themelore me qëllim që të diskutojmë. A keni arrit me konstatu te kush është faji kur i keni mbajtur këto punëtori? Kemi dallime, do të thotë kemi dallime në kuptimin do të thotë se çka kuptojmë ne do të thotë një çështje me elemente potenciale të mashtrimit, sepse për neve normal është para publike, ndërsa nga ana e prokurorisë normal ata duhet ta bazojnë në fakte, të mbledhin dëshmi për të ngritur akt akuzë. Dhe procesi i mbledhjes së fakteve dëshmive po ne i takon hetuesisë dhe nuk mund t'i di arsye do të thotë se deri në çfarë mase dhe sa thellë shkon hetimi prej anës së prokurorisë. Auditore, nuk mundem me kalu tek tema të tjera, me që jem betë pak tek Ministria e Infrastrukturës. Njëna prej kontratave me të ndatë e qeverisë së tanishme, qeverisë Kurti, është edhe autostrada edhe rruga në fakt për Podujev. Është raportu edhe që një kontrat i është dënë edhe mikut apo shokut të zëvendës ministrit, a e keni marrë mundin me auditu këtë kontrat, çka ka ndodhur? Tash, unë e thash ne e auditojmë Ministrinë e Infrastrukturës dhe posaçërisht transaksionet të cilat janë mbi materialitet ato merren do të thotë gjithsesi dhe duke marrë parasysh kompleksitetin, ne nuk mbështetemi asnjëherë sa i përket kontrolleve, do të thotë nuk mbështetemi në kontrolle, por shkojmë me testimin maksimal për të përfshirë sa më shumë në auditim sa më shumë transaksione, sa më shumë shpenzime, sa më shumë projekte kapitale, për shkak të ndjeshmërisë. Kjo kontrat, po ju pyes sepse kjo kontrat është diskutuar, në aspektin nëse është miku i atij apo atij, ne nuk kemi. Po më intereson veç është auditu kjo kontrat. Tash, unë jam e bindur që nëse ka pasur transaksione në vitin 2023, sepse po flasim për 2023, dhe nëse transaksionet kanë qenë të larta, normal që janë nënshtruar auditimet. Dhe gjetjet audituese tash nuk mund të them saktësisht me cilin procesi kontraktimit në fakt, sepse është auditu. Procesi i kontraktimit, në rast se nuk ka pasur pagesë, është vendim që të auditohen posaçërisht nëse janë në fund të vitit dhe pavarësisht nëse nuk ka pagesa. Nuk mund të them tash, do të thotë nuk mund të them tash për shkak se është po flasim për një raport i cili është publikuar në qershor të vitit 2023 dhe janë 870 gjetje audituese. Mirë po unë ju siguroj që në aspektin e auditimit posaçërisht transaksionet të cilat janë me vlerë të mëdha dhe me rëndësi, do të thotë për projekte kapitale të cilat janë me rëndësi, ato përfshihen në testim, në auditim. Për shembull, auditore, në rast se është një kontratë, po e marrim kontratën për rrugën e Podujev, edhe raportohet për dyshime, qoftë financiare apo dyshime të tjera. A i është zyra e auditorit ex officio me marrë dhe me trajtu këtë rast, pa pas informacionet e tjera? Tash ne kemi disa obligime me ligj. Ligji për auditorin e përgjithshëm dhe zyrën kombëtare të auditimit na ka obliguar me krye auditime të rregullsisë në baza vjetore të 86 organizatave buxhetore. Dhe në fund të kryejmë edhe auditimin e raportit vjetor financiar të qeverisë. Dhe ky është një obligim i cili e merr i konsumon 80% të stafit auditues. Auditime të rregullta. Tash nëse flasim për auditime të tjera, do të thotë 20% e stafit mbesin për të kryer auditime
të performancës, cilat janë të fushave të ndryshme, qoftë këto auditime që janë tematike, apo jo që po e thonë auditime ad hoc të rëndësisë së lartë. Ne kryejmë auditime, po 20% të stafit mundohemi të nxjerrim tema cilat janë më të rëndësishme. Mos të harrojmë që ka sektorin e shëndetësisë, është sektori i arsimit, është sektori i mjedisit, por që tek infrastruktura në vazhdimsi do të thotë ne kemi kryer auditime për menaxhimin e projekteve. Po ju kujtohet nëse është auditu kjo kontrata? Jo, ndamas, po më si projekt i veçantë, si auditim i veçantë nuk është audituar. A kemi të drejtë të kryejmë auditime në proces, po megjithatë kapacitetet e limituara edhe angazhimi që të kryejmë auditim të rregullt. Apo ju kujtohet nëse keni pas si mostër? Jo, në fakt nëse më pyet mua për mostra, janë sa transakcione absolutisht, po më nuk mund ta jap atë informat. Është diskutu jashtëzakonisht shumë për të, për ata dhe ju pyes nëse të paktën nëse jo auditim të veçantë për këtë kontratë, si mostra është marrë për Ministrinë e Infrastrukturës. Unë po e them kështu tash, nëse më pyet mua për mostra, janë 870 gjetje. Për me u gjeneru 870 gjetje, buxheti i Kosovës apo shpenzimet kanë qenë 2.9 miliard euro për 2023 dhe nëse më pyesni mua për mostër të auditimit, nëse ka qenë mostër, atë informacion nuk mund ta jap tash, por lirisht mund ta dërgoni do të pyetjen me shkrim, edhe mund t'ju përgjigjemi. A mund është për shembull, nëse ju kujtohet, është auditu sepse është diskutuar edhe çështja e kontratës së Ministrisë Punëve të Brendshme për licencën e Microsoftit? Është auditu? Tash, kur jemi tek auditimet e teknologjisë informacionit dhe auditimet e licencave, ne kryejmë auditimet e teknologjisë informacionit. Është kontratë milionshë, po mos të harrojmë, po ne tek auditimet e teknologjisë informacionit ne kemi kryer auditime. Ka qenë Agjencia Regjistrit Civil, do të thotë sistemi Regjistrit Civil, auditimi i sistemit Asikuda në dogan, siktasi në ATK, pastaj kemi audituar edhe këtë sistemin e edukimit që ka qenë në Ministrinë e Arsimit, do të vazhdimisht i japim fokus auditimit të teknologjisë informacionit. Por që specifikisht për licencën e Microsoftit... është kontratë e negociuar dhe kushton 15 milion euro. Për atë ju pyeta nëse keni arrit me auditu edhe me pa nëse ka qenë gjithçka në rregull me të. Nuk mund të them tash nëse është auditim i veçantë nuk është kryer, po nëse mund ta di do të thotë nëse kryejmë auditim, po mirë po auditim nëse ka qenë pjesë e mostrave apo ka pasur transaksione në vitin 2024, këtë nuk mund ta them. E përmendëm më herët çështjen që është bërë auditimi i Telekomit apo ndërmarrjeve tjera publike. A mundesh me na tregu për Korporatën Energjetike të Kosovës? A është bërë ndonjë auditim në lidhje për shembull me çmimet e energjisë elektrike? Sepse çdo vit po na rritet çmimi i energjisë elektrike, po kemi reagime të shumta. Tash, më duhet ta them, me marrjen e mandatit tim si auditore përgjithshme, kam marrë vendim që tek ndërmarrjet publike fokusi të jetë tek cilësia dhe kompleksiteti i ndërmarrjeve publike. Dhe meq Korporata Energjetike e Kosovës nuk është audituar asnjëherë, do thotë ka pasur 10 vite që nuk e ka audituar zyra kombëtare auditimit, po ashtu edhe Kostin, njëkohësisht ka qenë edhe Trepça nuk është audituar, do të fokusi im ka qenë tek ndërmarrjet publike të cilat janë komplekse dhe janë me interes të qytetarëve. A keni konsideru komplekse dhe Kekun në këtë rast? Po, normal, për shkak se janë 200 milion euro që do të thotë ka shpenzime Keku dhe është do të thotë një prej kompanive kyçe duke marrë parasysh do të thotë edhe rëndësinë cilën e ka dhe qysh nga viti do të thotë 2022 ne kemi filluar me auditimin e Korporatës Energjetike të Kosovës, megjithatë kemi kryer edhe një auditim të prokurimit publik. Do të thotë për menaxhimin e kontratave përmes prokurimit publik, qysh në fillim të mandatit. Dhe Korporata Energjetike e Kosovës i nënshtrohet auditimit të rregullt tash.
me atë sa do të thotë e di, Korporata Energjetike e Kosovës ka opinion të kualifikuar dhe po ashtu në raport të auditimit kemi nxjerrë në pa edhe mangësitë saj përket menaxhimit të kontratave përmes prokurimit publik, pastaj përdorimin e procedurës me negocim në raste të cilat do të thotë nuk ka pasur arsyeshmëri që të përdoret kontrata një burimore, kontrata me negocim edhe pse e lejuar, megjithatë duhet të arsye. Shumë kontrata një burimore në KEK? Ka kontrata, është një kontratë dikun 56 milion euro nëse nuk gaboj, e cila po ashtu ka shkuar përmes procedurës me negocim pa publikim dhe ka pasur kontrata të tjera për shembull për sigurimin, për transportin, nëse nuk gaboj. A është në rregull kjo kontratë 50 milion? 56 milion që ne e kemi nxjerrë në pa për shkak se kur është nënshkruar kontrata nuk ka qenë edhe paramasa. Që i bjen? Paramasa i bjen sepse nuk ka të specifikume, do të thotë secili pozicion, vlera e secilit pozicion dhe sasia e secilit pozicion. A i bjen paushall për me përkthy për publikun? Tash mund t'i bie edhe paushall, po që tash ne duhet ta shohim do të thotë në zbatim mënyrën se si e kanë zbatuar. Dhe kjo është do të thotë është në raportin e auditimit për Korporatën Energjetike të Kosovës për vitin 2023. Do të thotë kemi nxjerrë në pa këtë mangësi se dhe mangësitë e tjera për përdorimin e procedurës me negocim, do të thotë pa arsyeshmërinë e duhur. Do me thonë është për vitin 2023? 2023, do të auditimi për Korporatën Energjetike për vitin 2024 është në proces dhe raporti i auditimit pritet të publikohet deri në fund të qershorit të këtij viti. A keni dërguar në prokurori këtë kontratë auditore? Tash unë nuk mund të them do të thotë saktësisht, nuk mund të them, megjithse informatat po më për secilin rast i kam dhe i kemi dërguar, mirë po e kemi biseduar, do të thotë se cilat raste saktësisht i kemi dërguar nuk është se e bëjmë publike. A na tregon çka ka problema e kontratë? Unë e thash në aspektin do të thotë e pajtueshmërisë me ligjin dhe kërkesave ligjore, ajo çka kemi vrejë do të thotë duke marrë parasysh edhe vlerën e lartë 56 milion euro, nëse nuk gaboj, është mbi 50 milion euro, nuk ka qenë do të thotë edhe paramasa. Edhe paramasa. Çka i bjen kjo me kuptu edhe publiku? A ka dyshim për këtë shpëdorim? Paramasa vlera e kontratës është në total, zakonisht do të thotë kërkesat ligjore janë që do të thotë të jetë pjesë e kontratës edhe paramasa edhe në ofertë do të thotë të vlerësohet drejt do të thotë për secilin pozicion. Duhet me ditë çka kena me çka duhet me pagu. Çka duhet me pagu. Individualisht për secilin pozicion. Do me thonë, këta kanë hi me ble diçka që nuk e kanë ditë çka po blejnë, api bjen çto? Jo, në fakt nuk i bjen ashtu, për shkak se normal Korporata Energjetike e Kosovës, me sa e di është renovimi i kekut, do të thotë i turbinave, apo tash nuk më kujtohet saktësisht, kontrata ka një qëllim, dhe posaçërisht kur është vlera 50 milion euro, do të thotë kujdesi është maksimal, edhe dihet për çka po kontraktohet. Shkruhet qartë, mirë po paramasa, nuk është specifiku pozicioni, se cili pozicion, sa është sasia dhe sa është vlera e atij pozicioni. Po nëse këta e kanë ditë çka po blejnë, a dosh me ditë edhe sa duhet me konë sasia apo vlera pozicionit e asaj çka po dojnë me blejnë? Për atë arsye dhe ne kemi reflektuar do të thotë në raportin e auditimit. E përmendet më herët faktin që kur keni ardhur në krye të ZKA-s, i keni marrë dhe i keni trajtuar edhe këto ndërmarrjet më komplekse, cilat po i përmendni. Për shembull, në auditimin e KEK-ut në vitin 2022 si keni përmend hiç fare kontratat një burimore, vitin 2023 i keni përmend. Pe kur ka kontrata një burimore, gjatë kohës po flas kur ju jeni në krye të ZKA-s. Në fakt keni vrejt që ka kontrata një burimore që jepën nga KEK-u. Ne e kemi vendosur në planin auditues, do të thotë më herët janë auditu dikun 14 ndërmarrje publike, përderisa në mandatin tim auditohen vetëm 11. Po kur auditohen 11, janë 11 që përfshin KEK-un, Kostin, Trepçën, Telekomin, Iberlepencin, do të thotë ndërmarrjet publike më të mëdha. Të ashtojmë këtu edhe radio-televizionin e Kosovës, i cili nuk është audituar një kohë gjatë, përderisa me mandatin tim është kryer edhe auditimi performancës, edhe auditim financiar. Dhe nëse nuk gaboj, edhe në raportin e vitit 2022 mund të ketë, nëse tash është një raport që është publikuar më herët, po unë jam e bindur që ka do të thotë edhe gjetje cilat kanë bëjnë me procedurat me negocim. Në raportin e vitit 2023 është cekja dhe fakti që në shkru 40
kontrata me procedurat negociume, pa i respektu edhe aspektin dhe procedurat ligjore, a është dashme u arrestu në gipe për me i vunë pa këto, themi, keshpërdorime apo këto kontrata? Si auditore përgjithshme obligimin cilin e kam, do thot është obligim për tej nështë obligimit ligjor cilin e kem, për shkak se auditori nuk e ka objektiv primare hetimin. Nuk është do thot as lufta kundër korrupsionit. Për atë ju pyetja edhe më herët nëse kontrata paraprake është dërguar në prokurori. Nuk është objektiv primare. Objektiv primare është kryerja e auditimit. Mirë po për t'i ndihmu shtetit në rritjen e sundimit të ligjet, ne dalim për tej obligimeve cilat i kemi dhe komunikojmë me prokurorinë e shtetit me qëllim që t'i ndihmojmë, s'paku t'i klasifikojmë. Po, auditimi bëhet për me parandalu korrupsionin, nëse nuk gaboj auditore? Auditimi bëhet ka objektiv të caktuar. Do thotë nëse është auditim financiar për pasqyrë auditore financiare, e ka një objektiv për të shprehë mendimin, opinionin, nëse pasqyrat financiare prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. Nëse pasqyrat financiare nuk përmbajnë keq deklarime materiale, do të objektiva dallon. Dhe nuk e ka primare, do të thotë luftën kundër korrupsionit, sepse janë mekanizmat e tjerë të shtetit të cilët e luftojnë. Mirë po përmes forcimit të kontrolleve të brendshme, të sistemit dhe zbatimit të rekomandimeve të auditimit, normal që parandalohet mashtrimi dhe parandalohet korrupsioni. Në rast se ministrit, niveli lokal, kanë sisteme të forta të kontrollit të brendshëm, dhe marrin parasysh rekomandimet e auditimit, normal se në këtë mënyrë do të parandalojnë rreziqet që mund t'i kanosen në aspektin e menaxhimit të financave publike. Dhe ne, e thash, i dërgojmë rastet, i dërgojmë informacionin me elemente cilat ne mendojmë, do të thotë që kanë elemente potenciale për mashtrim, për t'ja bërë më lehtë punën prokurorit të shtetit. Kemi një departament për çështje juridike dhe kundër mashtrimit dhe kemi pas USAID-in i cili ka zhvillu dhe ka mbështet në vazhdimsi këtë njësi, posaçërisht kur ka ardhur çështja e identifikimit të rasteve me elemente potenciale. Rastet, do të thotë secili raport i auditimit analizohet nga ky departament në mënyrë të pavarur. Dhe pastaj ky departament dërgon raste cilat ky departament mendon se kanë elemente për mashtrim, tek menaxhmenti ne i shqyrtojmë, do të thotë është e gjithë puna transparente dhe pas dakordimit dhe shqyrtimit të secilit rast veç e veç, rastet i dërgojmë tek prokurori i shtetit. Po më intereson edhe një pyetje në lidhje me këtë rast, është duke u diskutu e përmenda dhe më herët janë duke mbajtur debatet shumë të televizive edhe për rastin e shitblerjes së energjisë elektrike. Ashtu auditu kjo? Tash, çështja e shitblerjes të energjisë elektrike, me sa më kujtohet, është trajtuar në raportin e auditimit për Korporatën Energjetike të Kosovës dhe ne e kemi reflektuar po në pikpamjen tonë, sa i përket kësaj, do të mënyrën se si e kanë ble dhe kanë shit. Do të thotë në disa raste me çmime të ulët, në disa raste me çmime të lartë. Kecin kaskon ai auditoni në shitblerje? Jo, nuk e auditojmë Kecin, ne auditojmë do të ndërmarrjet publike të cilat aksionar është qeveria e Kosovës. E kush auditon Kecin në këtë rast? Kecin në këtë rast, po unë mund t'ja përgjigje, mund të supozoj se auditon një kompani private auditimit të cilët do të thotë e kontrakton Kecin. E shitblerjen e energjisë a ishtë dashtë ju, apo ndonjë auditori privat? Çka do që vjen në kuadër të Korporatës Energjetike të Kosovës dhe e cila ndërlidhet me transaksionet që kanë bëjnë qoftë në aspektin e të hyrave që gjeneron Korporata Energjetike e Kosovës, qoftë në aspektin e shpenzimeve, është subjekti i auditimit nga zyra kombëtare auditimit. Po du më ndalë edhe tek një raport i ZK-s për blerjen e banave në SHSKUK, cilat janë shkaqet që në për spitale ka fillimisht lista gjata të pritjes për intervenime kirurgjike, sepse janë këto gjete cilat i ka konstatu ZK. Tash, po, auditimi ka nxjerrë në pa që ka, do të thotë, pritje dikon deri në 4 vite, dhe
ka qenë auditim të cilin do të thotë e kemi vlerësuar që është në interes të publikut, për shkak të pritjeve të gjata dhe për shkak të shumë raportimeve dhe nga mediat dhe nga shoqëria civile, sektori i shëndetësisë është në vazhdimsi në fokus të auditimit. Dhe raporti është bërë publik, i është dërguar do të thotë Ministrisë Shërbimit Spitalor, klinikun universitar në këtë rast, për t'i marrë parasysh rekomandimet e auditimit. Një konstatim interesant është që një mjek i kryen, ka raste kur mjek ka që i kryen 500 operacione, ka mjek që bën veç një operacion vetë, në anën tjetër lista e pritjes është me muj tona. Në fakt, kjo dukuri që të koncentrohet një përgjegjësi apo një funksion vetëm tek një doktor apo vetëm tek një zyrtar publik nuk ka qenë vetëm në rastin do të thotë të SHSKUK-ja, po kemi gjetur edhe raste të tjera, siç është së fundmi edhe auditimi i lejeve të ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës, ku një zyrtar janë deleguar, janë besuar 100 leje të ndërtimit, përderisa një zyrtari të tjetër janë besuar vetëm 2 leje. Në anën tjetër edhe detyrat shtesë që i kam pasur, do të zyrtari me 100 leje të procesuara ka pasur 450 detyra shtesë të tjera, zyrtari tjetër i cili ka pasur më pak leje të ndërtimit, ka pasur dhe më pak detyra shtesë. Dhe në rastet nuk po e them tek mjekt, për shkak se po flasim për jetën e njerëzve, mirë po në rastet kur koncentrohet një përgjegjësi vetëm tek një zyrtar, për neve ngre dyshime në lidhje me objektivitetin dhe integritetin e proceseve. Por kjo nuk vlen do të thotë në rastin e mjekëve, për shkak se tash më mirë mund ta dinë menaxhmenti i shërbimit spitalor, do të thotë për arsye pse angazhohet vetëm një mjek e jo të gjithë, do të thotë ajo është po çështja e shëndetësisë, çështja e mjekësisë është më komplekse se ne do të thotë që mund nxjerrim pa si auditues shkaktarët e një delegimi të tillë. E përmendë raportin për ndërtimet e larta në Prishtinë, a ka dyshime për keqpërdorime për dhënien e lejeve? Raporti është publikuar në mars dhe raporti në momentin që është publikuar, po dhe në kohën sa kanë qenë ekipi i auditimit do të thotë në terren, në vazhdimsi ka komunikuar me Departamentin për çështje juridike dhe kundër mashtrimit, dhe ky raport dhe 2 raporte të tjera të cilat i kemi publikuar rishtazi janë duke u shqyrtuar nga Departamenti për çështje juridike. Dhe në momentin që shqyrtohet, do të thotë nxjerrën çështjet cilat mund të kenë elemente potenciale ne i dërgojmë tek prokurori. Por po e them prapë fakti. Ende nuk është dërguar, do të thotë. Jo, ende nuk e kemi dërguar, do të thotë për këto 3 raportet që i kemi publikuar. Me qënë se jemi tek komunat, komunat nuk po i pranojnë gjetjet e auditorit për shkak të pagave jubilare. 23 komuna që kanë hub grante për shkak të pagave jubilare. A është e drejtë mund të shku komunat për shkak të vendimeve të qeverisë Kosovës? Tash kthehemi pak tek arsyeja, do të thotë e para pse nuk marrin grant performancës komunale. Granti performancës komunale do të thotë një mjet për promovimin edhe për ndihmesën e nivelit lokal, i cili financohet nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe nga komuniteti donatorëve përmes projektit Demos. E kam paraparë që kriteri themelor, një prej 4 kritereve të cilat komunat mund të përfitojnë grante, është opinioni i pastërt. Do thotë opinioni i auditimit të jetë i pastër. Për vitin 2023 janë 23 komuna, do thotë nga 38 sa janë gjithsej, 23 kanë marrë opinion të modifikuar, që do të thotë që nuk janë të lehtëshme që të përfitojnë nga ky grant. Krejt komunat, auditorët po du me bëjë qartë që krejt komunat në kanë thënë që problemi këtë fajin kryesore ka qeveria. Tash ne jo qysh e vlerësoni, është fajtor qeveria proceduralisht? E para ne nuk jemi gjykat të vlerësojmë fajtorin. Unë e thash edhe më herët, ne vlerësojmë nëse pasqyrat financiare janë në përputhje, do të thotë me ligjet rregullore të standardet ndërkombëtare për kontabilitetin në bazë të pomnej para së gatshme, kemi standardet e tona. Dhe kjo çështja se fajtori është qeveria, më lejoni t'ua them që
njësoj sikur që komunat kanë marrë opinion jo të mirë për shkak të kontratës kolektive, njëkohësisht kemi modifikuar opinionin edhe qeverisë Republikës Kosovës mu për çështjen kolektive. Për shkak se të gjitha këto gabime që janë në nivelin lokal, për shkak të kontratës kolektive, i janë faturuar, do të janë pjesë e një raporti të konsoliduar të qeverisë. Dhe ne në këtë rast as Ministri Financave nuk është pajtuar me gjetjet e rekomandimet. Do të kemi edhe Ministrinë e Financave, Ministrin e Financave, që nuk pajtohet me opinionin e auditimit, nuk është pajtu ka 3 vite me radhë. Që ka prit ministri këtë vendim? Tash si e ka prit ministri, unë nuk mund të them si e ka prit, mund të them qëndrimin zyrtar që kemi pranuar me letër konfirmim, nuk pajtohet me opinionin e auditimit, për shkak se njësoj, si kur komuna që u ahedhin fajin qeverisë, njësoj është edhe qeveria i ahedh fajin komunave. Dhe me qenë se ne nuk jemi gjykat të ndajmë fajin se të kush është fajtori, ne japim rekomandime dhe kemi dhënë rekomandime edhe për qeverin që të adresoj çështjen e kontratës kolektive, që të planifikohet buxheti. Tash, normal, niveli lokal e hedh fajin tek niveli qendror kërkon nga niveli lokal që të bën planifikimin e buxhetit, edhe sa i përket detyrimeve apo vendimeve gjyqësore, por që në disa raste që e kemi pa, nuk është se më planifikimet nga niveli lokal. Në fund të vitit 2024, e di që qeveria ka dhënë diku një 15 milion euro shtesë, do të thotë për t'i kompenzu apo për t'i pagu vendimet gjyqësore të nivelit lokal. Por që në rastet kur nuk ka buxhet tek pagat dhe meditjet, për të pagu vendime gjyqësore, qeveria i tërheq paret tek investimet kapitale. Që në aspektin auditus, kjo, do thotë nëse e marrim si investim kapital, nuk është se komuna ka shpenzu investime kapitale në atë vlerë, sepse një vlerë, do thotë një pjesë të vlerës e ka për paga dhe meditja. Po du me kalu tek plani për vitin 2025, po më intereson me ditë nëse ZK ka plan me auditu edhe kontratën për blerjen e fabrikës së municioneve. Kjo për shkak që vlera është 100 milion euro, edhe a ishtë dasht kjo çështje, kjo kontratë me pas edhe vullën e auditorit. Në fakt, absolutisht, nëse e flasim vullën e auditorit, tash janë përgjegjësitë e ndara. Është ekzekutivi i cili e ka përgjegjësi, do thotë, e ka përgjegjësi të menaxhoj, të lidh kontrata, të menaxhoj, të kryej punë, të mbikëqyr projektin, të implementoj në bazë të kushteve kontraktuale të cilat do thotë është dakordu. Auditori e jep mendimin dhe normal në projekte të tilla auditori do thotë përfshihet, ne mundohemi të gjitha projektet kapitale do thotë cilat janë të rëndësisë së lartë me i përfshi në auditim. Kjo për faktin që është kontratë e lartë mbi 100 milion euro. Po flasim për një kontratë do thotë po në një projekt që veç është promovu vitin e kaluar. Dhe normal për neve si auditus duhet jetë një veprim për ta auditu më pas veprimin. Dhe duhet kryet një cikël, duhet ke transakcione për të pa. Normal që mund të auditohet në faza, por që është ende në fazën fillestare. Me qënë se jemi edhe në fund, cili është plani saksisht i ZK-s për këtë vit? Plani auditus për këtë vit është publikimi i 139 raporteve të auditimit që krahasuar me vitin paraprak kanë qenë 126, do të thotë plani këtë vit është shumë më ambicioz. Ne kemi përfshi do të ndërmarrjet publike më komplekse përfshirë edhe Radio Televizionin e Kosovës, të gjitha organizatat buxhetore, të cilat janë obligative, kemi vendos në plan auditimet të veçanta të pajtueshmërisë, 3 në nivelin qendror dhe të tjerat në nivelin lokal, po ashtu auditimet të performancës do të cilat i kemi diskutuar paraprakisht me shoqërinë civile. Procesi ynë për vendosjen e temave audituse në performancë, auditimeve të performancës është plotësisht transparent, nuk e di sa jeni në njohuri, mirë po ne propozimet e tona si teme i shqyrtojmë me shoqërinë civile paraprakisht, e marrim mendimin e shoqërisë civile, ku janë prezente edhe shoqatat profesionale, edhe komuniteti donatorëve, dhe kërkojmë nga pjesëmarrësit të propozojnë tema, cilat shoqëria civile i konsideron që janë të rëndësishme për interesin publik. Dhe ne pastaj i marrim edhe i shqyrtojmë këto tema. Do thotë plani ynë
auditues është plotësisht edhe transparent, edhe përgatitet do të thotë në bashkëpunim edhe me komunitetin, me palët e tjera të interesit. Meqense në Kosovë tash është miratu edhe ligji për pagat, a mundeni me na tregu sa zyrtar i ka zyra e auditorit? Zyra kombëtare e auditimit ka momentalisht 165 punonjës, me ligj të do thotë vjetor të buxhetit ka 185. Megjithatë kemi regrutuar pothuajse në baza vjetore, mirë po në baza vjetore janë larguar dikon 11 punonjës. Mu për shkak do të thotë të konkurrencës prej kohës kur jeni ardhjo në ZKA? Po e them, ka pasur largime të stafit edhe në të kaluarën, mirë po tash me qenë se sektori privat është forcuar dhe oferta për auditust duke marrë parasysh që ne investojmë shumë tek auditorët dhe auditorët të gjithë kanë të kryer skemën e certifikimit për auditor dhe në baza vjetore ne edhe ofrojmë trajnime, qoftë brenda, qoftë jashtë vendit, nga shoqatat profesionale. Auditorët bëhen të pa konkurueshëm, po e them kështu, në krahasim me të tjerët. Dhe dikon 11 punonjës në baza vjetore elshojnë zyrën kombëtare të auditimit për oferta cilat i marrin nga bankat, do të thotë bankat komerciale, nga ndërmarrjet publike, se edhe tek ndërmarrjet publike do të thotë pagesa e auditorëve të brendshëm është më e lartë se e auditorëve të shtetit, do të thotë auditorëve publik. Ligji pagave po ka pasur efekt, ka pasur 11, nëse është 11 për një vit. Në mandat t'jujem, po i bjanë që mbi 40 auditore kanë lënë punën. Për afërsisht ndoshta mund të themi 40, nuk është se e kemi llogarit, po 2023 kanë qenë 11, 2024 nëse nuk gaboj kanë qenë po ashtu 11 dhe trendi i largimit do të thotë të auditorëve nga zyra kombëtare e auditimit. A bjanë më shumë se 30% e njerëzve kanë lënë punën, apo kallëzoni për apo alarmoni në fakt për një situatë jo të mirë në zyrën kombëtare të auditimit? Nuk mund të them që situata nuk është jo e mirë, për shkak se kurdo që ne bëjmë shpallje do të thotë publike për të regrutuar auditues, normal ne nuk i regrutojmë në nivelin cilin dalin, sepse dalin auditues senior, të cilët kemi investuar gjatë, mirë po kurdo që bëjmë do të thotë shpallje, do të thotë për vende të lira të punës, ka kandidat të mirë, të mjaftueshëm të cilët aplikojnë. A e din ku vendi për këtë çështje? Ne e kemi biseduar. 30% e stafit është largu deri tash. E kemi biseduar edhe me kuvendin, kemi biseduar edhe me institucionet supreme të auditimit në rajon, në ato do të thotë edhe në Evropë dhe kemi është një trend pothuajse në secilin vend, megjithatë jo deri në këtë mos. Dhe një prej arsyeve po është ligji i pagave, për shkak se tash zyra kombëtare e auditimit është bërë pjesë e përgjithshme e ligjit të pagave dhe si auditore e përgjithshme pavarësisht do të thotë pavarësisë në letër, sepse edhe në ligj do të thotë është specifikuar edhe me standarde ndërkombëtare për institucionet supreme të auditimit, që auditori i përgjithshëm duhet të ketë pavarësi financiare, funksionale, operative. Në këtë rast do të thotë pavarësia në aspektin financiar është cenuar. Dhe kur po e them pavarësia në aspektin financiar, i bie që edhe në aspektin funksional, sepse me daljen e audituesve senior, normal se mund cenuohet edhe kryerja e mandatit kushtetues. Nëse e shohim në aspektin e pagës në sektorin publik, nuk mund të them se janë dëmtuar paga, do të thotë jo është rujt nivelit cilin e kanë marrë, megjithatë për çfarë do aprovimi apo pozite të re, mua më duhet do të kërkoj apo të pres nga Ministria e Financave aprovimin e një pozite të re. Të ministrit i cili nuk po pajtohet me vlerësimet e juja, zonja Spanca? Ministri nuk është pajtuar me opinionin e auditimit për raportin vjetor financiar të buxhetit të shtetit. Zonja Spanca, faleminderit për kohën dhe për gjitha këto informacionet cilat i keni ndarë në sonte në debat. Shkues nderuar, ishte kjo intervista me auditorën e përgjithshme Vlora Spanca. Ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.